transmetohet ixhma prej te koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nga shokët e pejgamberit Allahut, se imani tek ehli sunneti dhe xhamati është fjalë dhe vepër. Ja bashkangjitin kësajnë dhe thoj, imani tek ehli sunneti dhe xhamati është fjalë dhe vepër, shtohet dhe paksohet. Sa i përket pjesës së parë tham, dhe Khawarijët dhe Mu'tazilët gjithashtu dhe ata thanë se imani është fjalë dhe vepër, ndërsa ehli sunneti dhe xhamati ndryshuan, pra sqaruan imanin, dalluan nga Khawarijët dhe Mu'tazilët kur thanë se shtohet dhe paksohet. Ndërsa Khawarijët dhe Mu'tazilët thanë se imani as nuk shtohet, as nuk paksohet. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, është e rëndësishme të kuptojmë çka kanë për qëllim shtohet dhe paksohet. Çka do me thonë imani shtohet dhe paksohet? Sa shtohet dhe sa paksohet, inshallah në këtë ders do ta kuptojmë duke marrë referencë fjalën e Allahut Azza wa Jall dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në 6 vende Allahu Azza wa Jall Kurani Kerim e ka përmend se imani shtohet. Një ndër këto ajetet thot Allahu në Kurani Kerim: Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Thot Allahu Azza wa Jall në referon për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e Ahzabit, kur erdhën munafiqët dhe i thanë muslimanët se këtë bota, krejt arabët janë të bu për t'ju sulmu. Allahu Azza wa Jall na përshkruan qëndrimin e shokëve të pejgamberit Allahut dhe thot: Fazadahum imana, ju shtu besimi shokëve të pejgamberit Allahut dhe thanë: Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu, s'ka mbështetës më të mirë se Allahu. Kjo në suratul Al Imran. Në suratul Anfal, Allahu gjithashtu thot: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman. Thot Allahu Azza wa Jall, besimtarë janë ata të cilët kur në dëgjojnë fjalën e Allahut u rrëqethen lëkurat e tyre, dhe kur të lexohen fjalët e Allahut Azza wa Jall i shtohet atyre imani. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në suratul Tawbah thot: Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi iman. Kur zbret këni sura, ata bëjshin pyetje dhe thoshin cilit nga ju shtu imani. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në sura Tul Ahzab thot: Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Gjithashtu thot kur u ballafaqun musliman me mushrikët në Khandek, në luftën e Ahzabit, thanë kjo që na ka premtu Allah dhe i dërguari Allah dhe muslimanëve ju shtu imani. Pra vëllezër të ndershëm, në 6 ajete Allahu Azza wa Jall e përmend se shtohet imani. Për këtë arsye disa nga seleft kanë thonë, kur janë pyetur se a shtohet imani dhe a paksohet, ka thonë shtohet imani me kaq e kanë lënë. Transmetohet nga Imam Malik, edhe pse më e vërtet se Imam Malik transmeton me një transmetim se ka thonë se shtohet dhe paksohet. Nëse parashtrohet pyetje, pse këta nuk kanë pranuar që të thojnë se imani paksohet? A normal se nëse shtohet diçka, s'ka dyshim se paksohet, se akon ma e pak dhe ashtu. Pra çdo sen që shtohet dhe paksohet. Përse në këtë transmetim si që transmetohet nga Imam Malik nuk kanë pranu disa nga selefët të shprejnë dhe të thojnë se imani paksohet për çka se kanë thonë nuk kemi tekst në Koran
që Allahu Azza wa Jall ka thonë paksohet imani. Edhe pse ata kanë pohu se imani paksohet. Megjithatë, vëllezër të ndershëm, ne kemi në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi Allahut paksimin e imanit e përmend. Dhe ndoshta kjo është i vetmi hadith që e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Ebu Said al-Khudri radiallahu an, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Bajramit kaloi për rreth grave të muslimanëve dhe i këshilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju tha: "Jepni lëmosh o ju gra, nga se shumicën nga ju e kam pa në zjarr." Njëna prej grave u ngrit dhe i tha: "Ja Rasulullah, përse ne gratë ma shumë në zjarr?" Tha: "Për shkak se mallkoni shumë dhe përbuzni të mirat." Siç ka thonë me qëtër hadith pejgamberi Allahut, burri nëse ban tan jetën sillet mirë me gruan, njerë ja prish thot kur të mirë prej tije s'kam pa. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "I përbuzni të mirat, megjithatë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'kam pa krijesa si ju, të cilat jeni me mangësi në të menduar, në të logjikuar dhe jeni me mangësi në fe, megjithatë arritni që njeriun apo burrin i cili nuk ka mangësi as në fe e as në logjik, ja ndroni menën. Pra nuk kam pasi kërju. Me gjithë metët që i kini, megjithatë jeni të afta që burrin kja ndryshoni mendim." Dhe u ngrit një gru dhe e pyeti, tha: "Ja Rasulallah, pse na të mangëta në të menduar dhe të mangëta në të fe?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A nuk është që dëshmia e një gruas asa gjisa e burrit?" Tha: "Kjo mangësia në të menduar. Kjo nuk do të thotë se në nënçmim për gratë." Pejgamberi Allahu tregon realitet, sikur njëri prej neve thot: "Një shnosh i fuqish që i ka 100 kg mund ta bën një thes me 50 kg, ndërsa njëri që ama i do 50 kg që i ka, thot s'mundet me ngarku ata vetëm 25 kg. A do të thot që na i kena bën padrejtësi apo e kena nënçmu?" Pa pejgamberi Allahu tregojnë te për realitetin dhe kjo ka domethënie dhe hikmete në ta. Tha gruaja, tha: "Përse?" Tha: "Ne jena të mangëta në të logjikuar." Tha: "Për çka se gruaja harron?" Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e bani dëshmin e gruas të plot, nëse nuk i bashkangjitet në një grua tjetër. Tha: "Për çka kena të metë në fe?" Tha: "Për çka se në kohën periudhën e menstruacioneve, a nuk është e vërtet që nuk agjeroni dhe nuk falni?" Tha: "Po ja Rasulallah." Tha: "Kjo është meta ndim, edhe pse normal se gratë të cilët nuk agjerojnë në këtë periudhë apo nuk bojnë namaz, nuk do të thotë se i cenohet imani i tyre, nga se nga ato nuk është kërku e tillë. Dhe hukmi i tyre asikur shokët e pejgamberit Allahut që ishin imanin e komplet e kishin edhe pse sa agjerosh. Kur? Para se u bën farz agjerim. Shokët e pejgamberit Allahut duke qenë periudhë Mekë s'kan agjeru, po s'kan dhonë zekat, s'kan shku dhe në haxh. Pse? A e kanë pas imanin e plot? E kanë pas imanin e plot. Pse? Aq alip prej atyre. Pra kaq alip dhe prej grave, mos shkon dikush të thotë se gratë nuk kanë mundësi ta plotsojnë imanin. Po deshta me thonë se në këtë hadith pejgamberit Allahut është përmend mangësia në fe.